Ndonse ka mundur të ruaj ritmet pozitive të rritjes, ekonomia ka mbetur e ndrydhur në presionet e krizës dhe në muajt e parë të vitit 2013. Instituti i Statistikave raportoi se në tremujorin e parë prodhimi kombëtar u rrit sërish me shifrën minimale 1.7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shifrat tregojnë se dhe kjo rritje minimale është favorizuar fort nga fakti se në tremujorin e parë të 2012-s rritja ishte negative, çka ka ulur bazën e krahasimit. Sipas sektorëve, Instat thotë se për këtë tremujor, rritja ekonomike është udhëhequr nga ecuria e mirë e prodhimit industrial me 14.8% dhe post telekomunikacionit me 15.4%. Ecuri pozitive ka patur edhe bujqësia me shërbimet, ndonse me ritme më të ulta, përkatësisht 2.1 dhe 1.3%. Ndërsa tredegët e tjera të ekonomisë kanë vijuar të tkurren. Sipas Instatit, ndërtimi ra me 4.8%, tregtia me 2.1% dhe transporti me 2.9%. Të dhënat paraprake sinjalizojnë se edhe ky vit do të jetë i vështirë për ekonominë e mbërthyer në ritmet më të ngadalta historike. Partneri më i madh ekonomik i vendit Eurozona mbetet e ndrydhur në një recesion të pafund, ku edhe për tremujorin e parë të këtij viti prodhimi u tkurr me 0.2%. Por veç presionit negativ që vjen nga vendet fqinj, këtë vit ekonomia po përballet edhe me probleme të brendshme. Vendi tashmë është zyrtarisht në krizë kredie dhe veç kësaj rritja ekonomike pritet të frenohet edhe nga kontributi negativ i sektorit publik, veçanërisht në gjysmën e dytë të vitit, kur qeverisë do t'i duhet të ndalë çdo shpenzim për të vënë nën kontroll financat e shturura.